për intelektualin që lodhet e përpiqet të shkruaj libra për Shqipërinë, për fatin dhe jetën e saj, për historinë e popullit ton, Fishta bëhet sarkastik dhe këshillon mikun e tij Dom Nocnikaj që kishte anagramin Nagdomonici të heq dorë nga kjo punë. Ti me gjas Nagdomonici, s'din si hec nga t'jetë si Cmici, që po kapesh në breg me pralla? Zotnit gjatë zoti jetën, pa shikoj e Herkuletën, ajo ty ka me të kallëzu se çka ti ke fitu mjat bukrën histori që ke shkrujt për mbi Shqipni. Sot në Shqipni mër lumiku, histori ashtë meteliku. Pse për tjetër, për këtë bes, veç si që ti zaval kres, veç si lan ti kryt gomarit të munu për fis shqiptarit. Këtu në Shqipnit gjatë zoti jetën, për valujt vag gjak huletën shqilet shtek, e skryhet hall, se kanë zanë shqiptar të atë kangë, haja qenit, pia qenit, edhe birë karadyzenit. Prandaj sot, letrar të shkret, poshtë, në fund janë lanë pështet, me i grushtmizan kulet, se me shkrime, stërholime, s'mund jam ushim me njën kuj, veç kot qesim pet lanuj. Po, a e din mërtun gjatë tjeta, pse libra dhe gazeta, pse historie kanë garbnore sot me sot ndërzo shqiptarit, s'qan tu e patun kur farzarit? Mos e diq, du me t'kallzu, në pa qëngeti me m'ligju. Zoti lum, për njerëzit mbar, tu zanë fil në babën e par e dërmand mramin e ren, veç 300 dirhem men, se ma te për supat da. Me ka shmen ta shmërla, a mund të mushen sa e sa koka që për rand, ndoshta i ka toka, besa jo. Pse dhe ashtë ndoj kokë, s'cil si dalin as 6 ok, jo se ma 300 dirhem që janë dhamë për njerëz me men. Bre, ma zi, kem pun të i shku, se këto men vin tu pa ku ka vin krena tu shtu. O zoti i madhe që prej empirit sheh një tan pun të njerit, a i mend lehtit bit e Adamit, me ndimu desh këtë rob të skamit. Dhe ne i thot, një ditë shënkollit, tu i kundrun për e këti trolli, si e s'puna rozullimit, po bajseri për njerëzimit. Kesu i një herë në kokë, se ata vllazën janë mi tokë, e se sa shfort punë e lëmut, shoqi shoqit mi janë zirë trut, unë kujtoj sa shtjetër sen, që su zehet ven e ven, veç pësë ndava vetë pak men. Prandaj, ullu tash mbi dhe, e me men ngarko një barë, del të shitën kushtun me ble. E shën kolli, kjoft lëvdu, s'ndej hiq të ju hutu, po ngarko një bark me men, edhe dulej për gjithë ven. Për gjithë ven e për gjithë fise, e në mbram të udhan shnjën e qiti. Po se ju ullin det sperancat, që i bark tjetër vjen prej Francet. Kish dal djalli me bark, me shit shkarpa në përdhe. Ulla zanin shqiptari se 2 barkat në të shnjën kanë hi, njena mbush me shkarpat vjetra, me ment holla mbushun tjetra. E ran shqiptar dhe atëherë ku vend tu e folu në ren, shka nërnes mahet men, dhe e pleqnun se për këtë vend, duen shkarpa, e jo men. E mbathën shkarpat babat ton, e zban keqjo për të nëzon, pse pa të than një plak padam, ku s'ka men do t'ket kam. A e din tash lumë zotnia, pse s'kan fatkan këte mija me sa t'ka 2 historia, pa i shqiptarët thaq kan ba be, men e shise mos me ble. Pra zotni, a di çka ban? Hidhi librat mi tavan,
Edhe rima ne pshtet me dur kryq me sy për pjetu njeh miza për milpiza, pse ma të bot por si shumë kuj, ka me të hec kungli mbi uj, ka me të vu ty barku peta, kan me të bat gjithë tun gjatë jeta. E pse vet do të mirën tande, e ma tepër pse ma kanda që të nderoj Roma e Stamolla, po ti qoj do këshillat holla për me ditë si me jetu, për me ditë si me vozit në portalazet e shekullit ngrit, për nda qnosh me dalu në va, e ndon mjallë s'pata me tra. Në të vetë kush, se qish jeta, mi ke fis si Shqipni thuj, ashtë kuleta.